Të nderuar të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në të dielën e 3 të Mateut lexojmë këto fjalë që i tha Krishti tek populli Izraelit, por tani na i thot neve në çdo kohë dhe në çdo vend. Drita e trupit është syri. Në qoftë se syri yt është i pastër, i gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por në qoftë se syri yt është i ligë, i gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Në qoftë se drita, pra që është në ty, është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Si ti kuptojmë këto fjalë të Krishtit? Etrit e kishës, Shën Jan Gojarti na thot që Krishti nuk po fliste thjesht nga ana okulistike për syrin, por në mënyrë metaforike ai po fliste për mendjen. Siç është syri për trupin, dhe me anë të syrit ne marrim dritën dhe ja japim trupit dhe trupi ynë shikon dhe vepron, kështu është mendja për shpirtin. Jo truri, mendja. Truri thjesht është një organizëm, është një kompjuter që e përdor mendja. Mendja është atributi i shpirtit. Dhe mendja është ajo që shikon dhe ja përcjell shpirtit. Dhe nëse mendja jonë është e kthjellët dhe e drejtë, të gjitha veprat që bën shpirti dhe ja transmeton trupit janë të drejta, janë të mira. Por nëse mendja jonë është e errësuar nga pasionet, nga dobësit, nga padituria, ignoranca shpirtërore, atëre patjetër që dhe dëshirat e shpirtit janë të errta, po kështu janë edhe veprimet. Pra kemi një lidhje, mendje, shpirt, dëshirë, trup. Shën Theofilakti i Orit thotë diçka tjetër. Syrin ai e quan ndërgjegjen. Çfarë është ndërgjegja? Ndërgjegja është gjykatoria e Zotit brenda nesh. Secili prej nesh ka ndërgjegje. Këtë e ndjejmë sidomos kur jemi fëmijë. Kur jemi fëmijë, ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj zërit të ndërgjegjes. Kur themi dhe një fjalë të gabuar, kur bëjmë dhe një veprim, ne ndjejmë fort ndërgjegjen. Ndërgjegja na turpëron dhe na nxit të kërkojmë dhe falje. Por, fatkeqësisht, kur rritemi, neve e kundërshtojmë ndërgjegjen dhe derisa nuk e dëgjojmë më ndërgjegjen. Pra jo se ne nuk kemi ndërgjegje, ne të rriturit, por nga që jemi kalcifikuar me mëkatin, gënjeshtrën, dobësit, pasionet dhe çdo gjë tjetër, atëherë ndërgjegja flet, po ne nuk e dëgjojmë, sepse kemi vënë një mur ndarës ndërmjet ndërgjegjes, që është zëri, gjykatoria e Zotit brenda nesh dhe vetë nesh. Prandaj, duhet ta shikojmë edhe syrin si ndërgjegjen. E kemi ndërgjegjen aktive? E kemi ndërgjegjen tonë në përputhje me vullnetin ynor? Në qoftë se kemi një ndërgjegje të tillë, ajo do na udhëheqë në gjëra të mira. Dhe madje do na qortojë në gabime që mos na lejojë të bijmë në gabime më të mëdha. Prandaj, kur njeriu është i korruptuar nga lakmia, mëkati, pasionet, ai, siç thash, e ka të trashur ndërgjegjen dhe u mbet drejtimin. Sot syri ynë është shumë i bombarduar, pra mendja jon, nga informacioni që merr. Pra, rrjetet sociale bëjnë punën e vet. Shumë njerëz në gjithë botën të rritur, por edhe fëmijë kanë sot mundësi të hyjnë në rrjetet sociale, nëpërmjet internetit, telefonave, të gjithë. Por, çfarë informacioni marrim nga rrjetet sociale? Shumë pak marrim informacion të mirë. Në shumicën e raste marrim informacion të kotë ose të gabuar. Sa herë që rrim në rrjetet sociale, secili prej nesh, sado që ta justifikojë veten e vet, ai dëmtohet. Sidomos dëmtohen fëmijët. Është një përgjegjësi e madhe e prindërve që lënë fëmijët e tyre me celular në dorë, një akses i lirë të rrjeteve celulare, i shkatrojnë fëmijët e tyre, është si t'i japësh një bombë në dorë. Kur i rrituri e ka vështirë të dallojë të mirën nga të keqe dhe ndikimin nga rrjetet sociale, çfarë mund të bëjë një fëmijë që nuk e ka të zhvilluar ndjesinë
për të dalluar, sepse është akoma në formim. Nuk e dallon të mirën nga të keqja, nuk e dallon gënjeshtrën nga e vërteta. Çfarë thot Shën Kozmai? E ka profetizuar shekuj përpara, që në shekullin e 18 ai thoshte stërgjyshve tanë, do vi koha, thoshte, që djalli do t'ju flasë në shtëpi tuaj nga një kuti dhe brirë do t'i ketë në çati. Të krishterët e parë që dëgjuan thotë si do jetë e mundur, si do jetë një kuti e djalli brenda me brin çati, fantazonin dhe nuk e kuptonin. Po ja që kjo u realizua. Me ardhen e televizorit u realizua që djalli futet në kuti dhe t'jetë në shtëpitë tona dhe antena është brirë të djallit. Nuk jemi kundër teknologjisë, as televizorit, as internetit, po jemi kundër keq përdorimit. Dhe forcat okulte, antikrishte, e përdorin këto mjete komunikimi, këto rrjetet sociale, për të thënë gjërat gabuara, anti-Zot, anti-moral, anti-njerëzore, dhe të manipulojnë mendjet e njerëzve, sidomos të fëmijëve. Psikologët sot thonë që nuk duhet, nuk lejohet një fëmijë të ketë celular mbi moshën 15 vjeç. Nuk lejohet. Kurse ne prindrit, mendje shkurtër, ne ju japim fëmijëve celular dhe mburemi me fëmijët tanë që kanë celular dhe i çojmë në përshkolla, dhe në vend që ata të mësojnë, ata janë të dalldisur nga mendja e tyre, gjithë natën e kalojnë celular, edhe në shkollë me celular, dhe kur do mësojnë këta fëmijë? Por jo vetëm që nuk do mësojnë, por këta do të çmësohen nga informacioni që marrin. Një tjetër informacion që është bombardon sot njerëzit i vjen nga syri, është pornografia, të cilët e aksesojnë njerëzit, kudo që t'jenë, sidomos me televizorin, rrjetet sociale. Dhe çfarë ndodh ku një njeri mbushet me pornografi? Mendja e tij shkatrohet, trupi i tij degenerohet, dhe patjetër do bjej në mëkat, o me abuzimin e vetes, o me abuzimin e tjerëve. Fatkeqësisht, jo vetëm është rritur kurvëria dhe tradhtia bashkëtorë, po është rritur perversioni dhe incesti brenda dhe në familje. Pse? Sepse pra njerëzit bombardohen me pornografi. Kini kujdes. Kujdes çfarë shohim fëmijët. Kujdes çfarë shohim ne të rriturit, sepse atë që shikojmë, atë dëshirojmë, atë e veprojmë. Kemi forma tjera, por nëpërmjet informacionit. Sot njerëzit janë mbushur me zili. Njerëzit nuk shikojnë më atë që kanë tyret. Gjithmonë shikojnë çfarë kanë të tjerët. Makina e tjetrit, shtëpia e tjetrit, rroba e tjetrit, jeta e tjetrit, dhe kjo ndodhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Është një gabim i jashtëzakonshëm, që shumë veta naiv, fodull, mendje shkurtër, hedhin në rrjetet sociale informacionin e jetës së tyre, ose dhe të karrierës së tyre. Është tjetër gjë nëse ti e përdor atë për një biznes, por nëse mburresh që unë jam i tillë, kam një arritje të tillë, kam këtë marrëdhënie të tillë, je shkaktari i të keqjes sate. Sepse do nxitesh shumë ziliqar, shumë njerëz që do të kontrollojnë nga rrjetet sociale. Mos kujtoni se shumica e lajkeve janë pëlqime. Shumica që u shikojnë nuk ju duan, sepse sot shoqëria jonë vuan nga një zili e papërmbajtur. Dhe patjetër do ju përgojojnë, do t'ju marrin mësysh, do t'ju mallkojnë, ose do t'ju kontrollojnë, ose do t'ju vjedhin. Banesa tuaja. Sa banesa vjedhen kur ajdutët marrin vesh që ti ke vajtur me pushime, sepse ke dhënë informacion, por të mburur se jam këtu edhe am atje, dhe shtëpinë tënde e vjedhin hajdutët. Pra, por nuk po flasim këtu vetëm për hajdut fizik, flasim dhe hajdut shpirtëror, demonët, të cilët të luftojnë sa herë që ti ke një ego, një krenari, një dëshirë për dukje në këto rrjetet sociale. Dhe kemi informacion që marrim nga konsumizmi, materializmi, bombarduar nga reklamat. Dhe mendojmë se jeta është reklam. Shumë njerëz janë virtual, harrojnë se çfarë është jeta, nuk janë me këmbë në tokë. Edhe kujtojnë se ata njerëzit që rrojnë më keq nga të gjithë, shikojnë si rrojnë të tjerët, njerëzit gëzojnë, njerëzit janë të lumtur, bien në dëshpërim, bien në depresion, ose ikin, marrin rrugët dhe gjithmonë zgënjehen.
sepse zhgënjen nga informacioni që marrim. Kini kujdes nga informacioni që merrni nëpërmjet syrit, nëpërmjet mendjes. Pra, duhet jemi me këmbë në tokë. Dhe çfarë shikojmë vazhdimisht formon mënyrën se si ne mendojmë dhe jetojmë. Pyetja pra është, çfarë po ushqen syrin e shpirtit tënd? Secili prej nesh duhet t'i japë përgjigje kësaj. Unë e di që shumë nga juve që janë këto fjalë do t'i harojnë menjëherë. Dhe sa po të dalë gjithë këtej, do shkojnë te celulari, do shkojnë te televizori, do shkojnë këtej, do shkojnë atje. Por kisha këtë detyrë ka. Përsëri t'i thotë të vërtetat e saj. Çështja është ne dëmtojmë veten tonë. Ashtu si nuk kemi kujdes për sytë tanë fizik, nuk i ruajmë nga drita e fortë, ose nga papastërtitë, ose nuk kujdesemi nga ana mjekësore, ne dëmtojmë sepse fitojmë miopi, nuk shikojmë. Por kështu është dhe mendja jonë. Syri i shpirtit duhet kujdesesh çfarë ushqen mendjen tënde. Dhe aq më tepër ndërgjegjen tënde, që është zëri i Zotit. Nëse ti këtë ndërgjegje nuk e dëgjon, por e trash me indiferencën tënde, atëre patjetër do jesh në errësirë dhe do rrëzohesh në grop, në humner. Do vuash në këtë jetë, do dëmtosh veten, do dëmtosh të afërmin, fëmijët, do dëmtosh të tjerët dhe mbi gjitha do shkosh në errësirën e përjetshme. Prandaj, le t'i mbajmë këto fjalë të Krishtit dhe mos i harrojmë që na tha, sepse ai ka thënë më shumë, por ne nuk mund t'i themi të gjitha, drita e trupit është syri, por në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar, por në qoftë se syri yt është i ligë, i gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Në qoftë se drita pra që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Çfarë është drita? Drita është shpirti. Shpirti është si një dritë brenda trupit tonë, siç është ai zjarri në kandil. Por në qoftë se drita pra shpirti ka rënë në errësirë nga informacioni që merr nëpërmjet mendjes, atëherë sa e madhe është errësira? Kjo është arsyeja që shumë njerëz sot janë njerëz në pamje, por nuk jetojnë si njerëz. Ata kontrollohen nga errësira e mëkatit, e pasioneve dhe ecin si të verbër që udhëheqin të verbrit dhe të gjithë bien në grop. Faji është i tyre. Prandaj bëjmë kujdes nga ajo çfarë shikon mendja dhe ajo çfarë qorton ndërgjegja. Amin.